Me qëllim të njohjes me pasojat të që sjellin substancat narkotike, zyrtarët policor në Ferizaj përmbajnë ligjërat me nxënësit e shkollave fillore. Një ligjërat e tillë u mbajt me nxënësit e shkollës Ganimete Tërbeshi. Qëllimi i këtij mësimi është sot që t'i shpjegojmë nxënësve lidhur me definicionin e drogave, se çka kuptojnë me droga në përgjithësi, të njihen me llojet e drogave dhe identifikimin e personave të cilët janë konsumues të narkotikëve ose drogave, të fitojnë njohuri lidhur me pasojat e përdorimit të drogave edhe në fund kem mënyrën e trajtimit, të rehabilitimit, risocializimit të personave të cilët janë përdorues të narkotikëve. Në shkollë dhe nxënësit thanë se ligjëratat e tilla janë të mirëseardhura. Po me këtë ligjërat kum kuptu shumë ma shumë, kum kuptu sa ma dëmshme janë si që kum menu drogat, si të identifikojmë njerëz që përdorin drogat, gjithashtu edhe kum mësu llojet e drogave edhe pasojat e tyre që kanë qenë shumë më keq se që kanë menduar edhe si që kanë por në internet. Ta në klasë 9 e ka një pjesë të programit për alkaloidet që do thot drogat dhe është një rasti imediate për shkak që merren informacione shtesë, të cilat ju nevojitën gjatë rrugtimit më të tjeshme. Ligjërat me temën e tillë do të ketë edhe në shkollat e tjera të Ferizajt.